Ndërkohë që shumica e studentëve janë të punësuar, koordinimi mes shkollës dhe punës mbetet një betejë e vështirë. Disa prej tyre ndjehen të pamotivuar, ndërsa jo pak ndjehen në udhkryq mes nevojës për të mbijetuar ekonomikisht dhe dëshirës për të punësuar në profilin për të cilin janë shkolluar. Neve na kërkohen patjetër ndonjë vit eksperiencë, por siç ju thash, nëse ne nuk mbarojmë diplomën, ne nuk e marrim dot këtë eksperiencë, kështu që është pak punë e komplikuar. Dhe ne zakonisht ngecim kur vjen puna te kjo çështje. Dhe shokët dhe shoqet e mia të cilat punojnë nuk punojnë në profesionin e tyre, punojnë për shembull si shitse ose kamariere të tjera. Nëse ne nuk marrim diplomën, ne nuk futemi dot në pozicionin që ne duam. Për mua ka qenë goxha vështirë që të filloj punë dhe njëkohësisht të merrem edhe me mësimet, kështu që jam munduar të fokusohem vetëm tek mësimet dhe shikoj dhe studentët të tjerë që kanë goxha vështirë që edhe punojnë, edhe mësojnë. Unë kam provuar që të punësohem, por e kam has prapë këtë vështirësinë që jo se mësimet, jo se nuk dua të bie nga mësimet, sepse jam një studente goxha e mirë. Këtë realitet e konfirmojnë edhe përfaqësues të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, si dhe të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, sipas të cilëve shumica dërmuese e studentëve janë të angazhuar në punë. Është një praktik sot e njohur, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë bën maksimumin që të koordinojë mësimdhënien dhe ta themi leksionet edhe seminaret pa i dëmtuar dhe pa i penguar studentët që ata të mund edhe të garantojnë në një mënyrë ose në një tjetër jetën e tyre dhe të integrohen kështu në tregun e punës. Ky fakt sipas tyre ndikon drejt për drejt në cilësinë e rezultateve akademike. Studenti duhet të ketë një pjesë të caktuar orëve ku duhet të përpunësimin e tij, pra nuk duhet të ketë 8 orë dhe më tepër se 8 orë, sepse gjithsesi kjo ndikon në ecurinë e tij akademike. Ajo që vëmë re është që shpeshherë studentët tanë vinë shumë të lodhur, duke punuar me orare shumë të zgjatura dhe nuk i japin rendimentin e duhur në studimet e tyre. Pedagogët theksojnë se studimet janë një hallkë thelbësore për formimin profesional të rinjve. Në këtë kontekst kërkohet edhe mirëkuptimi nga punëdhënësit për të ofruar orare të reduktuara ose fleksibël.